që u ndodhë në Banjsk, edhe atë që u ndodhë me instalimin e institucioneve zyrtare, kur e kemi pas kryetarin e komunës me 70 e disa vota, e kam mendimin e ndryshme, por rregull është. Në anën tjetër, une do të insistoj, sepse jemi para fushatës, edhe nuk jam aj që do të dalë kundër asë një anë brenda e komunitet shqiptar. Jo, s'është kundër, po flasim parim në të. Jo, mendimi im personal është që ne në këtë shtet me pushtetin aktuale, për të cilin e ka mendu që është seriozisht pushteti reformator në Kosovë, ne si komunitet se kemi përfitu asgjë. S'keni përfitu asgjë. Ku është problemi kryesore? Nuk ke lekt edhe për Zotri Kurti. Sepse diktatin nga Beogradi edhe kontrolla nga Beogradi ke aqe fort që Zotri Kurti se ka pas mundësi tepër ma shumë me ndru brenda e komunitetit serb. Edhe në fillim kur e kam tregu, për mu është pa kuptim me shkel ligjin, ajde ata koalicioni opozitare jetu shku në zgjedhje, pse edhe qofse nuk kanë 100 votat e regulltat pa numrat e telefonat, para mendoni.